Grupi artistik shqiptar Albanian Eagles Dance performoi në Art Fest Fort Myers në Florida. Albanian Eagles Dance me drejtimin e Isabela Krosit pati nderin të performoi në Art Fest Fort Myers, duke përfaqësuar me krenari Shqipërinë dhe trashëgiminë tonë kulturore në një nga eventet më të rëndësishme artistike në Southwest Florida. Ne u ftuan të marrim pjesë në këtë aktivitet në emër të Cultural Heritage Center of Southwest Florida nga zonja Pearl Cruz, për të ndarë me komunitetin e gjerë bukurinë, historinë e traditat shqiptare. Gjatë këtij eventi, grupi ynë performoi vallën e Pipzave, të udhëhequr nga Joen Serifi në një duet të veçantë me Steos dhe Wendy Dacit, si dhe vallën e Rajcës, të udhëhequr nga Elisa Qytyku. Grupi ynë përpëhet kryesisht nga fëmijë të diasporës shqiptare, shumë prej tyre të brezit të parë në Amerikë, përmes vallëve tradicionale, kostumeve kombëtare dhe muzikës. Ata krijojnë një lidhje më të fortë me rrënjët e tyre dhe zhvillojnë krenarinë për identitetin shqiptar. Albanian Eagle Dance performon në gjithë Southwest Florida me misionin për të ruajtur dhe promovuar kulturën shqiptare tek brezat e rinj.